4 nuk punonin. Plani ynë, që folëm edhe me shefin e shtabit, si në duhet ta falenderoj shumë për këtë hof që i ka dhënë gjithë kësaj faze të rilindjes së industrisë ushtarake, dhe brenda vitit 2028, ushtria shqiptare do t'i ketë të gjitha mjetet, të gjitha kapacitetet, që nga makina më e lehtë deri tek armët më të sofistikuara. Nuk do ketë më asnjë 4 rotak që t'i mungoj forcave tona të armatosura, do ketë flotë mjetesh të madhe sipas standardeve të NATO-s për numër forcash për kilometër territor, dhe ndërkohë do të jetë pajisur me shumë çka tjetër që ka filluar të projektohet dhe të prodhohet në vend. Kemi marrëveshje me kolos të industrisë ushtarake dhe mos u çuditni kur një ditë të vim përsëri këtu dhe të ekspozojmë gjëra të prodhuara këtu, të cilat do t'ja japim edhe ushtrisë më të madhe të botës, ushtrisë amerikane. Prodhime made in Albania. Parafytyroni një ushtar të Shtetet Bashkuara me një prodhim made in Albania në kompleksin e pajisjeve të tij. Kush do ta kishte imagjinuar sikur t'ja u thoshin deri jo shumë vite më parë? Askush. Kjo është Shqipëria tjetër që ne kemi ndërtuar dhe e cila tani do filloj t'jap të tjera lloj rendimentesh dhe të tjera lloj produktesh, duke pasur parasysh këtu industrinë ushtarake, po jo vetëm. 14 zjarr fikse të reja po prodhohen sot që flasim nga Timak. 14 zjarr fikse ne nuk i kemi bërë dot bashkë në 14 vjet në të njëjtën kohë. Atëherë kur e morëm Shqipërinë pas zjarr fikse. Ndërkohë që sot kemi një flotë zjarr fiksesh jo të vogël, por krejt të pamjaftueshme. Dhe në vend se edhe këtu të shkojmë lart e poshtë e të bëjmë një tender sot, 2 tendera nesër, dhe t'i marrim ca të kuqe, ca vishnje, ca portokalli, sipas tenderit radhës, ne do ndërtojmë një flotë zjarr fiksesh që do të jetë njësoj si flota e ushtrisë që sapo ka nisur të marrë formën e vet përfundimtare. Do t'i kemi të gjitha zjarr fikset që i duhen Republikës Shqipërisë sipas standardeve të një vendi të NATO-s dhe të një vendi të Bashkimit Evropian për frym, për territor, për kilometër. Po ashtu me autoambulancat, e njëjta gjë, dhe në ndërkohë keni parasysh atë që thash në fillim. Nga shpenzimet që do të bëj shteti për t'i marrë këto mjete në kohë, për t'i marrë këto mjete me cilësinë më të mirë, për t'i marrë këto mjete duke pasur një bazë mirëmbajtje. Jo bllokohet mjeti siç i gjetëm helikopterët kur erdhëm, që ishin 90% e tyre që rinin si pula helikopterët, nuk fluturoni dot më, se s'kishte më mirëmbajtje, edhe duhej shkuar sa në Poloni, sa ku diun se ku, duhej mbajtur radhë, lloj-lloj çuditërash.